Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e kadaifit gjysmë të pjekur. Përgatitja është e shpejtë, bëhet shumë i mirë, besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen, në fillim bëjmë shkrirjen e gjalpit. Unë kam kadaif gjysmë të pjekur, mirë po që të del ashtu i mirë kadaifi, patjetër duhet që të bëhet pjekja edhe një herë. Këtu kam 450 gram me kadaif dhe na nevojitet 250 gram me puter ose t'lyj. Unë ka bën edhe me margarin, mirë po me puter të del më e mirë. Tash në temperaturë mesatare e shkrijm gjalpin plotësisht. Gjalpi është shkrihet plotësisht, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Tash e largojmë nga zjarri. Tash e marrim kadaifin, e largojmë nga amballazha, e kalojmë në një tepsi për pjekje. Pra është në formë rolle, shumë mirë rrinë në pjallë në këtë formë. E kaloj si që është në amballazhën, ashtu dhe në tepsin. Kam zgjedhur një tepsin drejt konçe. Tepsia është me dimensione 28x35. E vendosim kështu kadaifin. Vërtet bëhet shumë i sheshëm dhe përgatitja është e lehtë. Mund ta bëjmë dhe fillestarët pa fije problemi. Kam vendosur kadaifin në tepsi, tash sipër ja kaloj gjalpin. Kështu mundohem se cilës t'i hedhi gjalp, mos paku kështu një lugë. Kështu në këtë mënyrë ja shtoj gjithë gjalpin kadaifit. Vërtet përgatitja është e thjeshtë, i sheshëm, ja vlen me provu për bajram këtë lloj të kadaifit. Dhe kadaifi është gati për pjekje, e kam nxjerr furrën në 250 gradë. Dhe në furrë të nxehtë 250 gradë do e fros për 3-4 minuta dhe më pas e ulli temperaturën në 120 gradë dhe kadaifin do e lëm ashtu rreth 30-40 minuta dhe her pas here e largojmë nga zjarri dhe i rrokollisim pjesët e kadaifit që të piqen mirë nga të gjitha anët. Pasi kadaifi është shtohur, përgatisim shërbetin. Për atë kadaif na nevojitet 900 gram me sheqer. Është i mjaftueshëm, kjo masë e sheqerit është e mjaftueshme. Ja shtojna 450 ml me ujë dhe 2 lugë gjelle mbushura plot me ujë, plus 2 lugë gjelle, një vanilë, sheqerin dhe e përzim kështu dhe në temperaturë mesatare e zim shërbetin derisa të vlojë. Shërbeti ka filluar që të flojë, tash ja shtojna lëngun e gjysmë limonit dhe kështu në këtë temperaturë e zim shërbetin për 3-4 minuta derisa t'i largohet kjo shkuma e bardhë sipër. Shërbeti është zier mjaftueshëm, tash e largojna nga zjarri. Pasi e kam largu nga zjarri shërbetin, ja shtoj 50 ml me ujë të ftohtë, e përzi masën. Kjo ndihmon që mos të kristalizohet shërbeti kur t'ja shtojmë kadaifit. Përzim me të pak. Shërbetin kështu volë të nxehtë ja kalojmë kadaifit të ftohtë. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë shërbeti kur ja herrim kadaifit. Gjalpi e një shije shumë të mirë. Kështu ja shtojmë gjithë shërbetin. Për
vërtet ka dalë një kadajef si kadajifet turke, kadajifet që janë të freskëta. Shtojmë kështu. Dhe kadajifin e mbulojmë që si janë të ndobët kadajifin me një foli dhe lojmë që ta merë shërbetin dikon për 6-7 orë dhe më pas do jetë gati për konsumim. Pak më gjatë nëse lojna do jetë më mirë ta merë shërbetin. Kadaifi e kam marrë shërbetin mjaftueshëm, e kam lënë për gjithë natën, kështu që ta merë, t'i largojmë kështu 1-2 pjesë dhe t'i shohim se si kanë dalë. Vërtet kanë dalë shumë të mira. Besoj dhe shija s'ka për mi u mungu. Se për i dekorojmë kështone me pak fëstëk ose arra të bluara, varet se çka ju qëllon në shtëpi. Ja dhe si duket. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë, kadajef qisëm të pjekur, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komentet bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.